Ndotja e mjedisit mbetet një shqetësim i vazhdueshëm, jo vetëm për shkak të mungesës së ndërhyrjeve institucionale, por shpeshherë edhe nga papërgjegjshmëria e vetë qytetarëve. Këto pamje të filmuara nga kamera e televizionit Apollon vijnë nga dalja e fshatit Kasharej, pranë rezervuarit të zonës, një hapësirë me vlera të veçanta natyrore dhe peizazh piktoresk. Megjithatë, në vend që mbeturinat të hidhen në koshat e vendosur për këtë qëllim, ato përfundojnë në anë të rrugës, në lugin dhe mes gjelbërimit duke ndotur mjedisin përreth. Mbeturinat e hedhura pa kriter jo vetëm që dëmtojnë pamjen e zonës, por rrezikojnë të përfundojnë edhe në rezervuar, duke krijuar pasoja për ekosistemin dhe cilësinë e mjedisit. Ndërkohë, Bashkia Lushnje, përmes Drejtorisë së Pasurive Publike dhe Punonjësve të Pastrimit, ka shtuar numrin e koshave të mbeturinave në zonat e banuara dhe në hapësirat publike, duke u kujdesur për mirëmbajtjen e tyre të vazhdueshme. Gjithashtu janë vendosur tabela informuese dhe paralajmëruese për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve. Pavarësisht këtyre masave, raste të tilla të ndotjes vijojnë të evidentohen nga persona të papërgjegjshëm, të cilët dëmtojnë pronën publike dhe natyrën që kjo zonë ofron. Banorët kërkojnë më shumë kontroll dhe masa ndëshkuese ndaj ndotësve të mjedisit, pasi hedhja e mbeturinave në vende të papërshtatshme përbën shkelje të ligjit dhe synon interesin e përbashkët të komunitetit.